bindojmë në një tjetrin, edhe ashtu si që ka slogani unë, bukë kripë e zemër për të gjithë një. Këtu jemi në sofrën, që është një aktivitet tradicional, do të thoja, e i shoqatës. Çdo student gatuan diçka tradicionale dhe e sjell dhe ham të gjithë së bashku. Dhe kjo na sjell bashkë si student shqiptar këtu në Zyri. Është një event që ka shumë vite që mbahet, dhe me thonë për shoqatën tonë është event tradicional dhe faktikisht këtu edhe takojnë gjeneratat, takojnë student nga lëmit në ndryshme, besoj edhe nga shoqatat ndryshme, dhe me thonë jo vetëm e jona, po edhe nga Lozana, nga Gjeneva. Edhe pse jam linderit këtu, prapë jam shqiptar dhe jam shumë i lidhur me gjuhën, me traditën dhe zakonat tone shqiptare. Organizata Umbrell, e cila i bashkon gjitha shoqatat studentore shqiptare këtu në Zvicër. Pra, nga shoqata e studentëve në Gjenevë deri te kjo këtu në Zyri, e të gjitha tjerat ndërmjet, i kemi përfshim aty dhe bashkëpunojmë përmes platformës Umbrellës Federatës. Organizojmë udhëtimet përbashkëta, qoftë në Siçili, Arbresh apo në vende tjera. Si çdo njeri na vyn rrjeta, më konë i lidh me njëri tjetrin, gjatë qytet më të madh në Zvicër ku ka edhe fakultete, janë edhe shoqata studente që bojnë bashkë evente sociale, kulturore edhe akademike.